Banorët e fshatit Baksariot në Velipoj kanë bllokuar këtë premte sërish punimet në zonë ku do ndërtohet një resort. Ato kanë ndërhyrë duke nxjerrë punonjësit nga makineritë e punës, teksa më pas janë përplasur edhe me forcat e policisë. Prej disa orësh punonjësit kanë dalë nga fedromet e punës, banorët shprehin të vendosur për të bllokuar punimet në këtë formë çdo ditë. Ato i bëjnë thirrje bashkëtarëve të tyre për të bashkuar në protestë. Sot është dita e 5 që jemi në protestë. Do të jetë e 6-a e 7-a e me radhë. Sot ka qenë edhe dita shumë e keqe, sot ishim në terren. Nuk patëm mundësi që t'jeni edhe ju në terren, sepse keni edhe ju ato punë tuaja. Por ne sot i kemi nalu punimet dhe kemi marrë fjalën prej kompanisë që sot nuk punojmë. Do kisha bojë thirrje nëse më lejoni ju si gazetar që t'i themi bashkëtarëve e bashkëfshatarëve që janë këtu. Nëse keni sa do pak mall për vendin tuaj, për tokën tuaj, dhimbshëri për tokën tuaj, hajdeni delnizat. Asaj pjesë që u takon. Nëse ata tjerë që ne kemi miq apo shok, nëse vinë, ju falenderojmë shumë. Qoshin Dugaxhinas, qoshin Velipojak, qoshin gjithkund në përton Shqipni. Ju lutena na ndihmoni. Kjo është dita 5 e protestës e banorëve të Baksariot, teksa një ditë e parë ishin para SPAK, ndërkohë të hënën në orën 9 kanë paralajmëruar një protestë tek prokuroria e Shkodrës.